Pas trurit, syri njihet shkencërisht si organi i dytë më i komplikuar i trupit të njeriut. Andaj, raporti i oftalmologjisë në spitalin Isa Gresa në Gjakov në 6 mujorin e parë të këtij viti ka kryer rreth 1600 vizita specialistike. Sa i përket punës tonë në 6 mujorin e parë të vitit 2026, i kemi disa statistika të punës tonë, ku figurojnë rreth 1600 vizita specialistike, pastaj raste operative kemi pas rreth 62, pacient të hospitalizuar kemi pas 111, pastaj kemi pas rreth 300 injeksione të cilat i kemi apliku injeksione intravitreale, si dhe kemi pas shërbime të diagnostikës që ne i përdorim këto, si që është OCT-ja dhe EHO, ku që të dyja bashkë të më thonë shkojnë rreth 650 shërbime. Dhe më thonë kjo është deri dikon puna jonë në 6 mujorin e këtij viti. Muhadri tregoi se për cilat shqetësime është karakterizuar kryesisht puna 6 mujore. Sa i përket patologjive të cilat i frekuentojnë më shpesh këtu në repartin tonë, përfshihen domethënë infeksionet e segmentit përpara synit, siç janë konjunktivitet, mirë po neve ballafaqohemi edhe me probleme tjera, siç janë perdja apo katarakta, që është si një patologji pak më e shpeshtë, pastaj lëndime të ndryshme, si dhe kohët e fundit domethënë merremi edhe me problematiket e retinopatisë, pra patologjitë e retinës. Pra ne mundohemi që edhe për këto patologji të ofrojmë kujdesin edhe cilësinë e duhur në menaxhimin e këtyre patologjive. Ekspertët vlerësojnë se syri i njeriut mund të dallojë miliona nuanca ngjyrash dhe të përpunojë sasi të jashtëzakonshme informacioni brenda pak sekondash. Për këtë arsye, syri kërkon trajtim dhe përkujdesje të veçantë.